Taulant Balla përbën një nga kriminalët më të shpërftyruar, një nga antarët më kryesor të organizatës kriminale të Edi Ramës. Taulant Balla, siç e kam denoncuar shumë herë, ish student është denoncuar nga organet zyrtare diplomatike të Shqipërisë si trafikant prostitutash. Ju jeni dishmitar që në atë kohë unë kam denoncuar publikisht veprimtarinë kriminale me prostituta moldave të sjella nga Edi Rama të eksponentëve të Partisë Socialiste. Kam denoncuar aso kohë dhe lokalet ku ata frekuentonin. Fatos Nano ka marrë informacion të qartë për ndalimin e tij në kufi nga shtetet mike, si transportues prostitutash. Taulant Balla është një kriminal i degraduar, që ka porositur vrasje, dhe porositë e tij për vrasje janë të dokumentuara, u dokumentuar në dokumenta të dosjeve gjyqësore, të cilat një gjykatës dhe një prokuror kriminal i dogjen me proces verbal. Taulant Balla është personi i cili për të nxitur vrasjen në Elbasan ka udhëzuar që të vendosin revolën në murin e oborit të një familje, për ta konsideruar revoltë të fshehur. Taulant Balla është kriminali i cili ka liruar sbashku me Vath Stakën 2 terroristët që i vendosen Lulzim Kulls, Tritolin, ndën shalën e biçikletës. Dhe kjo është në dosje ku urdhrohet nga Suel Çela që së bashku me Vath Stakën të shkojnë, të lirojnë terroristët që vendosen Tritol dhe ata u liruan. Dhe Vath Staka vazhdon të jetë në KLP apo se ku është tani. Taulant Balla është kriminali i cili është i dokumentuar duke biseduar me Mario Çelën, vllaun e Suel Çelës, ku janë kohët për Sali Berishën dhe nxit kundër Sali Berishës. Taulant Balla është kriminali që po bën çdo përpjekje për të liruar vllaun e Suel Çelës, i shtruar në një spital, në spitalin numër 3 Amerikan apo se ku është, dhe po bën gjitha përpjekjet për ta nxjerrë. Taulant Balla është kriminali i cili pas dokumentave mbi të cilat flen fjeti për muaj të tërë, për vite, Altin Troplini, është kriminali që u mor me lirimin e automjeteve me të cilat u sollën 5 milion euro për kartelin e drogës Çelaj. Taulant Balla është kriminali i cili në biseda
me Mario Çelën, zotohet se do arrestoj kundërshtarët e Banz Çelaj me kusht që ata të garantojnë të gjitha votat. Ky është Tauland Balla, një kriminal i damkosur, e vërteta e tij. Për sa i përket gjuhës së tij, është gjuha që i shkon atij. Ajo është gjuhë e një njeriu që nuk ka asnjë normë morale, asnjë normë shoqërore, asnjë normë ligjore, është një kriminal peng i krimit, i aftë të zbatojë. Por ai ka zbatuar dje porosinë direkte të Edi Ramës. Ne kemi të dhëna dhe do hetojmë se ajo porosi, se ajo çka tha Tauland Balla është bërë në përputhje me porosinë e Edi Ramës, i cili në urrëtitjen e një të smuri e papërmbajtur, të një paranojaku, fajson Albana Vokshin për ndërshkimet që po vinë njëra pas tjetër nga komuniteti ndërkombëtar, dhe jo vetëm Albana Vokshin. Pra, është një reagim i Edi Ramës ndaj dëshkimeve të njëpasnjëshme që ka marrë dhe do marrë nga komuniteti ndërkombëtar. Kështu që për Partinë Demokratike, autori i vërtet i asaj rrugaçërie parlamentare është Edi Rama. Ai ka porositur krimin.